Pas cicërimës së parë dhe në Twitter për nisjen e fazës së rehabilitimit të përmasës së Gjelbërt në aksin Durrës-Plepa-Vlorë, kryeministri Rama ka zgjedhur të shkojë vetë për të inspektuar procesin e punimeve në zonën e Plepave. Do vazhdojmë me inukun, me sistemime dhe prishje të gjithë objekteve që janë pa leje në anë të rrugëve, rrugë që kur kalon duket sikur janë Kandahar. Sipas kryeqytetarit të Shqipërisë, projekti i gjelbërimit parashikon që në të 13 rreth rrotullimet të kenë edhe vepra artistike me motive të zonës. Kemi diskutuar edhe për të vendosur vepra arti nëpër rotonda, se kjo është një rrugë turistike që vetëm turistike nuk mund të quhet në kushtet që është konceptuar dhe që është ndërtuar copa e me gjithë farë lloj plerash dhe magazinash natyrore. Rama i shoqëruar edhe nga ministri i transportit Haxhi Naso si edhe kryebashkiaku i Durrësit Dako, pa nga afër dhe punimet për mbikalimin e Shkozetit, pjesë e projektit për bypassin e Durrësit. Do ta bëjmë si lulisht në dyja këto krahët, përveç rreth rrotullimit, do bëhet me lulisht e gjelbërim. Janë dy rotonda model, do bëhen transformim rrëjsor do kthehen në park urban. Punimet për ndërtimin e kësaj nyje të rëndësishme në kryqëzimin që lidh autostradën Tiranë-Durrës me bypassin e Durrësit dhe akset nacionale drejt jugut të vendit kanë rifilluar në janar 2014 dhe sipas afatit duhet të kishin përfunduar. Aktualisht, zona e Shkozetit në ditë me diell vuan nga ndotja e ajrit prej pluhurit dhe smogut të punimeve, ndërsa kur nisin rreshjet, gropat e mbushura me ujë dhe balta janë një hall më vete.